përshëndetje me këngë nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Shkodër ka filluar seminari 12 ndërkombëtar për mësimin plotësues të gjuhës shqipe në diasporë. Marrin pjesë mbi 100 mësues që kanë emigruar në vende të ndryshme, por që përpiqen të mësojnë fëmijëve të shqiptarëve gjuhën, letërsinë dhe historinë shqipe. Si mikpritëse i përshëndeti kryetaria e bashkisë Voltana Ademi. Unë e quaj ndoshta vendin më të shenjtë, duke i respektuar të gjithë, por që mban një flamur që vazhdon ta përçoj fort për sa i përket shqiptarizmës, asaj çfarë ne kemi autoktone, të traditës, trashëgimisë të historisë, pse jo edhe të gjuhës shqipe. Përgjegjësinë shtetërore për të ndihmuar mësuesit në emigracion dhe fëmijët për mësimin e shqipes, u shprehen Ministri i Arsimit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, dhe Ministri i Arsimit i Kosovës, Arsim Bajrami. Të dy qeverit po punojmë që gjithë kjo histori suksesi të vendoset mbi baza të shëndetshme ligjore duke realizuar marrëveshje bashkëpunimi në shtetet ku ju punoni dhe veproni. Në mënyrë që ne të realizojmë edhe me shtetet të tjera pikërisht standarde të tilla ku ju punoni dhe veproni, por edhe standarde cilësore të mësimdhënies dhe të mësimnxënies së gjuhës dhe kulturës shqipe. Nëse diaspora ka ndihmuar të ndërtimin, tani ka ardhur koha që Shqipëria dhe Kosova duhet t'ia kthejnë diasporës. Fëmijëve tanë diasporë. Do të thotë nuk i ka më diaspora fare borxh shteteve amë, po shtetet amë Shqipëria dhe Kosova kanë për detyrë që të ndihmojnë secilin fëmijë. Ne kemi marrë dhe obligime kushtetuese, edhe Shqipëria dhe Kosova. Natyrisht Shqipëria i ka parësorë se është shteti amë, por edhe Kosova si një shtet i ri është e gatshme që të investojë shumë në secilin fëmijë dhe fëmijët në diasporë nuk do t'i ndajmë në fëmijët Shqipërisë, të Kosovës, të Malit Zia, apo të Maqedonisë, ata në fëmijë shqiptarë që meritojnë edukim cilësor, që meritojnë qasje me shumë dashuri, që meritojnë mësimdhënës çfarë jeni ju të përkushtuar, të devotshëm, që jo vetëm e ruajnë traditën e të mësuarit shqip, por në një mënyrë edhe bëni urë lidhse midis fëmijëve dhe atëzëut. Këtë ndihmë kërkoi prej tyre dhe kryetari i komunës së Ulqinit Nazif Cum. Ku të shkollojnë fëmijët tanë, pasi që na brenda Malit të Zi kena nivelin e shkollës së mesme dhe kena një fakultet të mësuesisë që ka hiperprodhim të kuadrave dhe duhet që të bëhet diçka tjetër për të ndryshuar, por syt i kena të sjellur drejt Kosovës dhe normalisht drejt Shqipërisë. Kjo është një pjesë, kurse pjesa tjetër e problemit ton është diaspora, pikërisht atë se çka bëni ju. Ne kena shumë pra shqiptarë që janë edhe prej Malit të Zi që janë në diasporë, por nuk kena kaq mësimdhënës sa jeni ju këtu, edhe ato që s'janë këtu. Këtu sot mësimdhënës që janë në diasporë është sa kam marrë vesh vetëm një person, për atë arsye na i kena syt e sjellën tek ju. Ky seminar i zhvillon punimet në Universitetin Luiq Gurakuqi Shkodër për 4 ditë me radhë. Ai do të dalë me disa kërkesa në drejtim të qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës.